Duke qenë se divorcet kanë njohur një numër të rekord të kohë të sotme. Gati 6.700 divorce janë bërë vitin e kaluar. 6.700 divorce, që krahasuar me vitet e mëparshme, si ka ardhur kjo shifër? Ka një rritje, në fakt ndofta një rritje, sepse jo vetëm qytetarët kanë vendosur ndofta mos jenë bashkë, por të jenë prindër të mirë, atëherë i drejtohen gjykatës për të zgjidhur martesën e tyre. Pra martesa lidhet në bashki, por zgjidhet në gjykatë. Arsyet, faktorët që më së shumti ata i shtyjnë për të divorcuar? Po janë faktorët ekonomik, po mund të jetë emigracioni, faktorët të ndryshëm, faktor social. Në disa raste ka dhe persona të cilët nuk duan, pavarësisht se mund të jenë martuar me dashuri, ato nuk... Moshat me të cilat... Nuk ka mosh, pra në divorc vinë tek neve, vinë qiftet të çdo lloj moshe. Biles, përpara një muaji ne kishim një qift ku ishin 67 vjeç, bashorti dhe gruaja ishte 60 vjeçe, pra ishin bërë gjyshe dhe në ato momente procesi ka ndodhur si duket... Arsyeja që i çoi për të divorcuar në këtë moshë, ku duhet të jenë më afër njëri tjetrit? Ishin ndofta kishte mbaruar dashuria midis çiftëve.